17 vjeçari Leandro Shameta i mbaroi punën në mesnat dhe po kthehej në banesë kur një mjet luksos e përplasi dhe përpasoi ndroi jetë në spital. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 00:15 në bulevardin Ismail Qemali Vlorë. Haiti Bajrama, i 32 vjeç, drejtonte me shpejtësi dhe në gjendje të dheur një Porsche. Në një moment ai ka humbur kontrollin e mjetit dhe ka marrë para motomjetin me të cilin lëvizte i miturit teksa kthehej në banesë. Adoleshenti u transportua me urgjencë në spitalin rajonal të Vlorës, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra. Shoferi është arrestuar dhe do të përballet me 2 vepra penale, drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. I tronditur nga ngjarja e rëndë gjyshi 17 vjeçarit rrëfen dhe vështirësitë ekonomike me të cilat përballet familja. Gjyshi thotë se shoferi që përplasi po udhëtonte me shpejtësi 200 km/h. Unë jam gjyshi i djalit. Mbrëm në orën 12 të natës është aksidentuar nipi djalit Shupës dhe ka ardhur në morgun e spitalit Vlorës. Kemi rreth 8 orë këtu që po presëm, nuk vjen mjeku ligjor na ndihmoj të bëj veprimet e saj. Neve jemi shumë të shqetësuar se shteti po na kthen krap, jo po na ndihmon. Nuk e dim sa shteti është ky shteti jon, që nuk punon për popullin. Rrit 30 policë këtu dhe nuk merr asnjëri masa për të mjekun ligjor dhe prokurori këtë vit të bëj veprimet. Të marrëm kufome, si do t'ja ka ndodhur. Një makinë, na e ka vrarë djalin, ka ikur me shpejtësi 200 km/h në qytetin e Vlorës, as i patrull policie. Nga Lugomaria drejt te kinoteatri ka vrarë djalin, ka ikur me 200 km/h, as po sa blok policie si ka dalë përpara. Dhe shteti tash ka ardhur me 15 policë këtu, më mban mua, s'më jep djalin ta shikoj. Unë se kam parë me sy një herë nipin. S'më ka lejuar ta shikoj me sy. Çarës djali im s'është kriminal, lipi s'është kriminal. Punonte kamarier, vinte nga puna dhe vjen puna tjetri e vret, ai ha e pi në klub nashi dhe unë po rri këtu pres të marr djalin. Si do veprohet nuk e di. I lutem medias tuaj, faleminderit që vini na respektoni, shumë u faleminderit. Bëni një veprim, jepeni media ta ndihmoj shtetit të bëjmë këtë veprim. Ta marrëm djalin sepse po na lën këtu 8 orë. Shoferi nuk rezulton person me precedent të mëparshëm penal, por në momentin që ka përplasur të miturin, ka qenë në gjendje të dheur. Norma e lejuar në bulevardin e Vlorës është 30-40 km/h, por sipas hetimeve paraprake, drejtuesi i mjetit ka qenë mbi normën e lejuar. Një grup hetimor është ngritur për të përcaktuar dinamikën e aksidentit.